Drama Rendi i ri e dramaturgut spanjoll Sergi Pompermajer mbushin mbrëmjen e djeshme teatrin Zihni Sako në Gjirokastër me një subjekt emocionalisht kompleks dhe interpretim të fuqishëm nga aktorët. Vepra u prit me interes nga publiku gjirokastrit, duke sjellë një atmosferë të veçantë artistike në skenë. Regjizori Kiço Londo u shpreh se ndihej i kënaqur që shfaqja nisi nga Gjirokastra. Vendosi që ta filloj këtu udhtim të kësaj shfaqje thellësisht dramatike, thellësisht emocionale, nga Gjirokastra, me besimin që pagëzimi që do t'i bëri Gjirokastra, kësaj shfaqje sonte ishte një shenjë që shfaqja do të udhëtoj. Me shumë i kënaqur jam nga mënyra se si komunikoj shfaqja me spektatorin, shumë i kënaqur nga spektatorin, nga dorëfikitet e tij të ngrohta. Nga ana tjetër, aktorët pjesëmarrës në këtë shfaqje pohuan se u ndjen vërtet mirë në teatrin e Gjirokastrës. Shfaqja vjen si produksion i teatrit Shëtitës Çajupi, i cili prej vitesh ka sjellë në qytete të ndryshme të vendit krijime bashkëkohore dhe klasik të autorëve të njohur. Më në fund sollëm në skenë një shfaqje që për mua do ngelet gjatë në kujtesë, ishte një tekst dramaturgjik shumë i bukur, kemi bërë një punë shumë të bukur, ka qenë një grup që ka punuar me shpirt, sepse kjo është një nga ato pjesë që mendoj unë çdo aktor do të lejë një copë të shpirtit në këtë pjesë, sepse përjetimet emocionale që kalon aktori janë shumë të vështira. Dhe ndihemi lumtur që premiera ishte në qytetin e Gjirokastrës, në këtë skenë ndihem rehat dhe shpresoj që publiku ta ketë shijuar këtë pjesë dhe t'i ketë marrë mesazhet. Është një pjesë shumë aktuale dhe shpresoj që të pritet ashtu siç u prit dhe në këtë teatr, në gjithë teatret e tjerë, pasi pjesa do jetë një pjesë që do jetë turne pothuajse në gjithë qytetet e Shqipërisë. Është era e parë për mua në Gjirokastër, më pëlqeu shumë. Urime për gjithë restaurimin që keni bërë ke teatri, ka nevojë për shumë gjëra tjera. Shumë mirë. Faleminderit që na pritët, faleminderit dhe bashkisë që na i bërit mundur që ne të vinim këtu. Dhe faleminderit teatrit që na pranoi, na hapi dyert, që në momentin e parë që e morëm, mendojmë se kjo është shumë aktuale dhe ishte shumë afër nesh, afër realitetit tonë. Dhe pse kjo pjesë është bërë në realitetin e Spanjës në 2014, po kjo është shumë tek ne. Në Gjirokastër, Rendi i ri, i cili do të jepet edhe mbrëmjen e sotme në teatrin Zihni Sako, u soll nën kujdesin e bashkisë si pjesë e programit kulturor që synon të afrojë artin dhe teatrin me komunitetin.